Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha mata ibnu Ademin", kur des biri i Ademit alayhis salam, inqata amaluhu illa min thalath. Të gjitha punët i ndërpritën, i kputën përpos se 3 punë. Më thonë, kur të vdesim ne, unë, jua, të gjithë njerëzit kanë me vdek. S'ka rrugdalje mos me vdek. Shumë njëri ka provu, ka dështu. Se vdekën së mundesh me ndalë, as me operaci, as me pare, as me ushtri. Qëtu Allah e ka shkryt. Ndoshta diçka tjetër mundesh me bo me forcë, ndoshta diçka mundesh me bo me të holla, ndoshta diçka mundesh me bo me të njofshëm, ama vdekjen, ma as gjama për këtire që i përmend nuk mundesh me ndalë. Kur ta shkru Allah me vdekje, me vdekje. Mirë po, ata që vdesin, a duhet me lanë diçka? Duhet me lanë. Nëse fësa ata që kanë vdek kanë lanë diçka të hajrit, në ditën e gjykimit botën tjetër dhe kanë me vetë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: sadaqatun jariyah. Ai që ka vdek dhe ka lanë pasuri rrjedhse ose lëmosh rrjedhse. Po la çka secili për ne duhet mundu me lanë diçka që muslimanët edhe pasi që të vdesim ne ja shohin hajrin. Një çeshme. Që ujë. Ki po këtu në lagjen tonë, as ka nevoj me bo një qeshme dikuna. Ka nevoj, ama qaj që t'interesum në ina në asë një santin vend mës me lanë, sa që s'kina në vendën e qeshme me vënu. A ka vend diku një qeshme me vënu këtu? A ka përcen një plaka, një djaliria, dikuj t'i bit fikta, dikuj shka nevoj për uja. A ka qeshme diku njështë? Shemo, pëse në qarshi me pas të të ne mës me pas? Ku on dallimi? Po që njerëz i kalojnë, sa e qeshme vënohet për njerëzi, jo me heshu diçka. Shemo dhe më duhet thonë, si mohabet. Ka njerëz që kalon, prind fill hidje, në gjon kereti deri, atje në veri, se verë, thahat për uj. Kursa Ramazan e më duke full. Ska, duhet mja rej derën dikuj, dhe një partakuj. Ama edhe nuk na ka shku menja, po e pala dhe dita, nuk ka dhe vend. Se ne nuk mundohemi pasuri rrjedhse me lanë lëmosh rrjedhse. Nëse duhet me ndërtu shpijen, qka të pengon ti, pse a dhama marë, pa tjetër me një 4x4, s'mundet 4x3 20 santin, 20 cm me him rejna pak, me lishu udh pak. Ama në atë se bëjmë, këtë se bëjmë, mësë nëjna ka vdek. Unë gjumë, 20 të gjallar, hatë me këtënje. O, zëtë një, e në 10 hatë me mjavnu, a i vejnit me ka zonë, se ja kumë zonë. Për qatë punë, deri në ditën e gjykimit, sa që e shpi, ti ki me hinë gjuna. Se ki lanë një senet keqë, se ki të dënja atë qajnë. Qka ka lidhe se unë të aknoj hatëmën me të gjvitë ose pa të gjvitë. Nëse ti e ki lanë një punë të mirë, këtë senet një mëjnë. Ama nëse ti e ke lanë një punë që deri në ditën e gjykimit njerëzit kanë me qajtë, valla e problemet. Pra qka kënë mëse vetën dhe ju, lini pasuri rrjedhse, lëmosh rrjedhse, një qeshëm, një urë, 10 santin vend, një stipendi, një dikujt mi adhonë. Do me thonë, qka të mund një bebon khajrë? Se valla, ketë kjo të njën ka mullon, nuk ka njeri që këtë të njën mërë me vetë. E sa njerin e kina po, sa zgani, sa buri, e sa patriote, sa fetari, sa komtari, ka vdek. Ketë kanë vdek, ama dikush ka lanë diqka. Që është e imot në si cëllën vjetë, kur vjen dita e pavarësisë Shqipërisë ose të shqiptarve, e përmendim Ismail Qemalin. Pse se ka lanë diqka? Ka bo njerin një punë me shok të vetë, ama e ka nisë, edhe ne e përmendim. Ama ka njerë që si cëllën vjetë e përmendim, pse? Pëse ka bo diqka të keqe. Si cëllën vjetë, kur vjen muhabeti, shkatrimi i khilafetit, përmendit se si u ka rëzue, kush e ka rëzue, qka e ka rëzue, pse e ka rëzue. E ti do me thoni të bon diqka, a i tjetëri ka bon diqka të keqe, të ke bon diqka të mirë. Do me thonë, kjo është lëmosh e rrezë, se cili frenesh duhet me lëndë një punë, të hajrit
që njerëzit do ta shfrytëzojnë. Sepse kjo dunjë është çaj që shpejt sa që habitemi se sa shpejt ka kaluar. E dita au ilmun yuntafa'u bihi. Të lam dituri të vlefshme dhe të hajrit që do të kenë dobi njerëzit për nesh. Edhe pse kemi vdek, kemi lanë dituri të dobishme, qoftë dituri fetare, qoftë dituri kombëtare, po qoftë gjeografi, histori, ku e në lanë të ndryshme, që e kanë nevoj populli jonë. Në sa profesori kemi që kanë vdek, mirë pësot librat e tyre lexojmë. Shembull, ende ne themi se ka thonë Ebu Hanife ka vdek para 1000 sa viteve. Pse ka lanë dituri e Ahmed ibn Hanbeli e ai tjetri kështu më radh. Dhe më thonë, se cili prej nesh ka mundësi me lanë një dituri. Qoftë duke e thonë, qoftë duke e shkruar. Ama më mirë është me qenë e shkruar. Edhe një faqe që ti e mendon se duhet me qenë mirë shkruaje. Që nëse vdes ti në esrit ka me pas dobi populli jonë nga ajo që ne e kemi shkrujt apo e kemi thonë si dituri. Dhe treta, e waladun salihun yad'u lahu. Edhe fëmijët e tonë që Allah në ka thonë, mirë po ju shkon mendja me bo dua për ne. E kretë fëmijët a bëjnë dua? A janë fëmijët njësoj? Njoni bën dua, njoni s'bën dua. Për shembull, njoni o xhamis, njoni së xhamis. Njoni të shkon mendja se duhet me lutë Allahun për prindin e ki tjetri hiçbi dhe se ka gajle. Pse se dikush mundet me qenë më i udhëzuar saj. Të kitë fëmijë ke, kretë njësoj janë. Për ti të gjithë janë njësoj. Ama të Allahu nuk janë njësoj. Edhe nuk ju shkon mendja atyre me bon njësoj dua, por të di babt kanë. Ama njoni më shumë e lutë Allahun që Allahu ta shpërblen babën me xhenet e ki tjetër nuk shkon mendja. Pse ndodh ashtu? Për shkak të udhëzimit. Mirë po kjo prap kthehet, prap mundet më u kthi te edukata që prindëri ja